Në Cërrik, një tjetër bashki e vogël, duhet thënë dhe kjo që ndodhet sot në procesin zgjedhor. Teja Sadiku ndodhet atje për të na dhënë të rejat më të fundit. Teja, si është situata atje në Cërrik sa i takon procesit, pjesëmarrjes dhe problematikave ndërsi, nëse ka? Landi të përshëndes, në fakt Cëriku vijon të ketë një pjesëmarrje të ulët, por ndryshe nga 3 orë më parë, sipas të dhënave të fundit, kemi një rritje me 10% të qytetarëve që janë drejtuar kutive të votimit. Konkretisht janë 19.89% e qytetarëve, ose përkthyer në numër 6.502 votues, të cilët kanë hedhur votën e tyre në kutitë e votimit. Sigurisht që ka patur pretendime nga Eligert Hima, i cili ka deklaruar pak më herët se në qendrat e votimit janë vendosur persona të pa autorizuar për të prishur kështu procesin zgjedhor. Pretendim ky, i cili është hedhur poshtë nga palët e tjera të kampit opozitar, por dhe të mazhorancës kryesuar nga kandidati Flogert Doka. Deri më tani më duhet të them që pjesëmarrjen më të lartë të votuesve, ndryshe nga ora 12, e kryeson grupmosha plus 65 vjeç, që do të thotë 38% e qytetarëve që janë drejtuar kutive të votimit janë të kësaj grupmoshe. E ndjekur nga grupmosha 55 deri në 65 vjeç, që kanë rreth 30% të votuesve, ndërsa grupmosha më e re, ajo 18 deri në 24 vjeç, janë 12%. Vijon të ketë një refuzim të rinjve, ndoshta për shkak sepse besimi i tyre është ulur ndjeshëm në këto zgjedhje, ashtu siç ne kemi pyetur dhe disa prej tyre, atyre të rinjve të pakët që kanë qenë në këto zgjedhje për të marrë pjesë. Gjithashtu më duhet të them që Arbian Mazniku, deputeti i kësaj zone, ka deklaruar pak më herët duke thyer kështu heshtjen zgjedhore, pasi ka ftuar qytetarët që të votojnë, ka sqaruar edhe pjesën se pse në këto zgjedhje, krahasuar me zgjedhjet vendore të majit 2025, janë 3000 zgjedhës më shumë të regjistruar në lista. Kjo vjen si pasojë sepse të gjithë ata votues të cilët kanë qenë pjesë e listave të diasporës, tani më janë pjesë e listave për të ardhur dhe për të votuar në zonën e tyre, konkretisht në Cërik. Nëse ndoshta zoti Mazniku ka deklaruar këto të dhëna sa i takon pjesëmarrjes për të le themi për të dhe një shpjegim, le të themi, edhe për këtë nivel të ulët të pjesëmarrjes, pra numri që ekziston në leta dhe numrit real që janë njerëzit që ndodhen në qytetin në bashkinë e Cërrikut. Gjithsesi përtej kësaj, Teja, mosha mbi 60 vjeç, pra kjo kategori nuk është gënjen kurrë sa i takon pjesëmarrjes në votime. Megjithatë, një pyetje të fundit, çfarë pritshmërish kanë palët atje sa i takon pjesëmarrjes në orët në vijim, pra deri në orën 18, kur mbyllen dhe qendrat e votimit? Presen ato që të kemi më shumë fluks? Ata besojnë se të paktën në 3 orë e gjysmë që kanë ngelur deri në mbylljen përfundimtare të këtyre zgjedhjeve, do të ketë një pjesëmarrje më të shtuar, duke arritur të paktën ose duke arritur në nivelin e zgjedhjeve të mëparshme në 2023-shin. Sipas Florent Dokës, i cili ka deklaruar se pjesëmarrja është në numra gati e njëjtë me zgjedhjet vendore me zgjedhjet lokale të 2023-shit, ata pretendojnë se janë në shifra të kënaqshme krahasuar me vitin e kaluar. Gjithashtu duhet të theksoj se përveç pjesëmarrjes së ulët, ata e lidhin këtë fakt edhe me mandatin e shkurtër që do të mbajë në krye të Bashkisë së Cërrikut, kandidati i cili do të shpallet fitues. Mirë, Teja, faleminderit për këto të dhëna që sollet drejt për së drejti nga Cërriku.